Por ka fjala është për ju. Faleminderit drejtues së kësaj seance dëgjimore në lidhje me raportimin e vitit 2024, por si njerëz dhe si përfaqësues institucioni nuk mund ta filloj ndryshe këtë raportim për të anashkaluar atë situatë që ndodhi javën e kaluar nëpërmjet një humbje tragjike, një jetë e njeriu, jo vetëm një jetë e njeriu, një jetë familjari, por njëkohësisht edhe një jetë e njeriu në detyrë dhe gjatë ushtrimit të detyrës. Dhe me këtë rast unë doja të përcjellja që ndonjëherë fatet njerëzore konvenjoni edhe shkojnë në një pikë edhe me fatet institucionale, për faktin sepse edhe unë vite më parë kam humbur babain në aksident në punë, njëkohësisht fëmijët e mi kishin një lidhje familjare me fëmijën, me vajzën e të ndjerit, dhe këtë kemi ndarë momente dhe familjare saj, dua ta lidh korrelacionin e dimensionin ndryshe, pra për të bërë dimension njerëzor në raportin dhe atë institucional, por ja që ndodh që ti jesh në krye të këshillit lagjësor dhe të kesh një përsëritje të tillë. Njëkohësisht jam dhe një pedagog i drejtës së punës dhe kuptoj faleminderisht do të thotë aksident në punë dhe siguri në punë dhe çfarë masa duhet marr me qëllim që të garantojë jeta dhe shëndeti të çdo individi. Me këtë rast unë doja të bëja një thirrje presidentit të Republikës së Shqipërisë, Kuvendit të Republikës së Shqipërisë, Këshillit të Ministrave, organeve drejtësisë, të gjithë organeve të tjera ligjzbatuese, qytetarëve, me qëllim që në këtë moment të tillë, kjo ndodhi në institucionin tonë, është pika kulmore që mund të ndodhë, të humbet një jetë njeriu gjatë ushtimit të detyrës dhe në vendin e punës, që është momenti për një bashkim.